Një konflikt mes çiftit të bashkëshortëve ka sjellë një tragjedi në një familje në fshatin Velçan të Pogradecit. Në sherrë e sipër, gruaja 23 vjeçare ka goditur burrin 26 vjeç me dru pas koke duke lënë të vdekur në vend dhe më pas i ka dhënë fund jetës duke u vethelmuar. Trupat e pajet të Fatbardha dhe Erzen Tora janë gjetur në mesnatë rreth orës 12:10 në një kasole pranë banesës së tyre. Burri e gruaja jetonin në banesë vetëm me 2 fëmijët e tyre të mitur. Nga hetimet paraprake, dyshohet se këta shtetas gjatë natës janë konfliktuar dhe goditur fizikisht me njëri tjetrin. Më pas konflikti ka vijuar dhe jashtë banesës, konkretisht në një kasole pronë e tyre, ku shtetësja Fatbardha Tora dyshohet të ketë goditur në kokë me mjet të fortë dru bashkëshortin e saj, i cili përpasoj ka gjetur vdekjen. Pas këtij veprimi, shtetësja dyshohet të ketë konsumuar helm dhe përpasoj ka gjetur vdekjen dhe kjo e fundit. Konflikti mendohet të ketë ndodhur për motive të dobta midis dy bashkëshortëve. Trupat e tyre janë transportuar në morgun e spitalit të Pogradecit, ku pritet të kryhet edhe autopsia. Nga ana e policisë po kryen gjithë veprimet e nevojshme procedurale dhe po punohet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Çifti i bashkëshortëve kishin edhe 2 fëmijë të mitur, të cilët tashmë janë marrë në kujdesin e institucioneve përkatëse.